Të dhënat nga censi 2023 në 61 bashki mbi gjendjen civile zbuluan se mesatarja kombëtare është 11-12 divorce për 1000 banor, teksa 28 bashki rezultuan mbi këtë mesatare. Një tërësi faktor është çojë në divorc si papjekuria, emigracioni, ekonomia, arsimi, dhuna në familje, traditat. Në Lushnjë rastet e divorcit mbahen në një konstante të qëndrueshme, thot kryetari i dhomës së avokatisë Lushnjë Kozmajano. Situata e krijuar në gjykatë në shkallës parë jurisdiksion të përgjithshëm Fier në lidhje me të gjitha problemet që kanë lindur sipas kodit të familjes, por sidomos këto që kanë të bëjnë me martesat, me zgjedhjet e martesave ose divorcet, siç shprehemi në gjuhën popullore, janë raste që janë mbajtur në një konstante prej disa vitesh. Ka shkaqe të ndryshme që kjo konstante është ruajtur, për faktin se emigracioni ka bërë punën e vetë, gjendja ekonomike këtu ka bërë punën e vetë, si dhe mosmarrëveshjet i lidhin ndërmjet çifteve. Por duke i konsideruar zgjidhjen e martesës si një rregullator për të ardhmen e një çifti të krijuar ishtazi, kuptohet që fakti që zgjidhja e martesës që bëhet përpara gjykatës dhe krijimi i një martese të re, se padyshim do krijohet një martesë e re, ka të bëjë me atë rregullimin e të gjitha pasojave që vijnë nga martesa e parë. Në këto kushte, thash, është mbajtur një konstante në lidhje me kërkesë paditë që janë depozituar në gjykatë për zgjedhje martese. Do të shpjegoj edhe një fakt tjetër se zgjedhjet e martesës sot janë bërë, si të thuash, një trend për faktin se secili çift kërkon që të gjejë atë më të mirën. Dhe duke kërkuar më të mirën, duke besuar te më e mira, krijohet ajo mosmarrëveshje brenda çiftit dhe kështu që lind e drejta për të drejtuar gjykatës për zgjedhje martese. Raste ka. Por deri në këtë moment e thash që është ruajtur një konstante, nuk është për të konsideruar alarmante. Një sëri kostosh shoqërojnë procesin e divorcit duke filluar që nga gjyqet. Avokati përmend dhe vështirësitë që sjell vendosja e gjykatës së shkallës së parë në Fier për qytetarët lushnjar. Gjykata e shkallës së parë në jurisdiksion të përgjithshëm Fier kuptohet që është gjykatë e krijuar ishtazi nga ku bën pjesë edhe gjykata, ku bën pjesë edhe qyteti i Lushnjës në marrjen dhe në ekzekutimin e këtyre bazueshmërisë ligjore. Në këtë rast, qytetarët lushnjar e kanë parë tani të arsyeshme që janë të detyruar që për nga ana ekonomike të drejtojnë avokatëve këtu në Lushnjë, pastaj të gjithë çështjen e ndjekin në gjykatë jurisdiksion të përgjithshëm Fier. Pra, kanë krijuar besim se në Lushnjë ekziston një bërtham juridike, domethënë një bërtham, një dhomë avokatie e cila i ndihmon në çdo moment njerëzit dhe zgjedh problemet e tyre. Divorci ka pasoja të shumta sociale dhe ekonomike. Ndërprerja të ardhurave të përbashkëta zakonisht i vë gratë në vështirësi ekonomike dhe krijon destabilitet financiar tek fëmijët. Anketat të tjera kanë treguar se fëmijët me prindër të divorcuar kanë arritje të ulta mësimore, përqendrim të ulët dhe rrezik më të lartë për sjellje të rrezikshme në adoleshencë.